Të nderuar xhamatli, falenderojmë Allahun sepse është krijuesi, mëshiruesi, mëshirbërësi, furnizuesi dhe sunduesi i ditës së gjykimit. Allahun e falenderojmë për i tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet dhe mirësi kërkojmë. Dërgojmë salavatë dhe selamet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të pastër dhe më të ndritur që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti, mirësitë dhe begatitë e Allahut xhalleshanuhu qofshin mbi të dhe mbi të gjithë ne besimtarve musliman që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrept rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jon dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, neve kemi para vetit një proces që ka mjaft rëndësi edhe për jetën tonë, edhe ne si komunitet, edhe ne si besimtar, shumicë në këtë vend, në këtë nënqiell, kemi përgjegjësi dhe jemi pjesë e këtij procesi. Kryesia e Bashkisë Islame e Republikës së Kosovës përmes një shkrese na ka urdhëruar që sot të bëjmë thirrje vetëve tona edhe të gjithë neve që ditën e diel kur e kemi para vetit procesin e zgjedhjes së njerëzve, atyre që do të na prinë dhe do të na udhëheqin për këtë mandat 4 vjeçar, ta kalojmë ashtu qysh neve e kemi për obligim me e kalu, si qytetar të civilizuar, si njerëz të cilët e dojmë, e respektojmë demokracinë dhe normat, rregullat e saja. Prandaj bëjmë thirrje që të kemi parasysh t'i lam anash inatet, qëllimet, synimet tona personale për të ruajtur atë që është shumë e shejtë dhe më e shejtë se çdo gjë tjetër, edhe më e shejtë se pushteti, edhe më e shejtë se një vend pune, edhe më e shejtë se një votë, edhe më e shejtë se çdo gjë është uniteti dhe bashkësia e njerëzve. Prishja e unitetit është gjë shumë e rëndë. Shkatërrimi i unitetit për interesat tonat, qofshin personale apo partijake apo çfarë do qëllimi qofshin, është e rëndë dhe nuk duhet ta lejojmë, nuk duhet ta pranojmë, edhe nëse eventualisht mund të ketë tendenca nga dikush që për interesat vetat më na i prish neve unitetin, na nuk duhet me e lejue. Na nuk duhet me pranue. Na duhet me tregu maturi, na duhet me tregu civilizim, kulturë, me e dhonë mbështetjen tonë për ata dhe për atë për të cilin na mendojmë që është më i miri apo më e mira, dhe me vazhdu përpara sepse familja, uniteti, vllazëria muslimane do të vazhdoj edhe atëherë kur këta njerëz nuk kanë me kon hiç. Apo? Nuk ja vlen as për një kandidat, as për një subjekt caktuar politik, e as për askënd ne mu armiqësu me zvete, sepse ne do të duhet edhe do të jemi bashkë përsëri, edhe atëherë kur ndoshta këta kandidat apo këto parti politike apo këta njerëz mujnë edhe mos me kon hiç. Prandaj nuk ja vlen që të përçohemi, e të ndohemi, e të shkatërrohemi, por dhe se do të kemi përgjegjësi edhe para Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu për besimin, për votën, për përkrahjen, për animin që ne
e bëjmë ndaj individëve, ndaj njerëzve, ndaj udhëheqësve, ndaj parisun. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu në surën El Maide 2 na është drejtu duke na thonë Bismillahirrahmanirrahim wa ta'avanu ala birri wal taqwa wa la ta'avanu ala al-ithmi wal udwan. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu po thot, ndihmoje njëri tjetrin në mirësi dhe devotshmëri, e mos e ndihmoni në mëkat dhe në armiqësi. Pra, nëse ka dikush nevojë me ndihmue, ndihmojeni në mirësi, jo në armiqësi, jo në zonka, jo për të krijuar armiqësi, po për të krijuar miqësi, për të krijuar rregull, për të krijuar disiplinë, ashtu që na kohije edhe si musliman, edhe si shqiptar. Sepse edhe në surën Hud ajetin 113 Allahu Gjelle Shanuhu përsëri po na drejtohet duke na thonë: mos u përkulni nga ata që bëjnë padrejtësi, që të mos ju prek zjarri i xhehenamit. Pra, asnjëherë nuk duhet të përkulemi e të bëhemi urë e individëve dhe e atyre që nuk e meritojnë dhe nuk u takon për ulja jonë. Për ulja i takon vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Ndërsa nderi, respekti edhe përkrahja ju takon atyne që e meritojnë. Sepse do të kemë përgjegjësi para Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Ditën e diel, aty ku do ta paraqesim ne përkrahjen tonë, për qatë veprime dhe sikur për krejt veprimet e tjera, nesër ditën e gjykimit kemi me dhonë llogari para Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, edhe për votën tonë. Gjithashtu edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam në hadithet e tij, në margaritarët e tij, na është drejtu me këshilla duke na thonë: kush e ndihmon një padrejtësi, do të vi ditën e gjykimit me shenja të zemërimit te Allahu Gjelle Shanuhu. Transmeton Ibn Majah. Pra kush e ndihmon dikon në padrejtësi, ka me ardh me shenja të zemërimit para Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Prandaj përkraheni drejtësinë, përkraheni të drejten dhe jo të padrejten. Dhe ne e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu që Zoti të na jep forcë dhe të jemi të atill që kujdesemi fort për parin tonë, kujdesemi fort për ata të cilëve do t'ua epim, do t'ua besojmë për faqësimin tonë, sepse ajo neve po na kthehet në mirëqenien tonë, të familjeve tona, të jetëve tona, të proceseve tona, sa do t'i zhvillojmë më tutje, sa do t'jemi tani të gatshëm me e zhvillu jetën tonë njerëzore, fetare, humane, kombëtare, do të varet prej atyre që u a kemi dhonë besimin. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu që edhe paria jonë, edhe të zgjedhurit tonë, edhe të besuarit tonë, këtë që do ta bojmë ne për ta, të mos e marrin vetëm privilegj, por ta marrin më shumë përgjegjësi se privilegj, sepse do të ketë përgjegjësi edhe dhonësi i besimit, i emanetit, edhe morrësi i besimit, i emanetit. Se nuk ka amanet më të madh se me ja besu dikujna për faqësimin edhe udhëheqjen për një mandat 4 vjeçar. Pra edhe ai që e ep besimin, edhe ai që e ep amanetin, ka përgjegjësi, po edhe ai që e merr amanetin, ka me pas përgjegjësi edhe ato tron para Allahut te bareke ve taala. Allahu na forcoft
na ndihmoft edhe na i mundsoft të zgjedhim më të mirit e mundshëm në mesin ton ata të cilët na i mundsojnë të çojmë përpara interesat tona shtetërore, njerëzore, fetare, kombëtare, morale e kështu me radhë. Sadakallahu al-azim, la ina ahsan al-kalam wa ablagan nizam.